Pas daljes së tij nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ish-banori Rogerti është rikthyer në vëmendjen e rrjeteve sociale me një video që është bërë virale dhe ka ngjallur shumë reagime. Fillimisht video është publikuar nga Don Phenom, ndërsa më pas Rogerti e ka ripostuar në Instastorin e tij. Në video dëgjohet Don Phenom duke thënë: "Ja pra, bomba në Shkodër." Më pas Rogerti shfaqet duke folur me një ton sfidues: "Ku jeni ju? Unë jam këtu, po ju? Ku jeni ju? Hajde, a keni? Se më thanë disa se mund të hysh në Shkodër. Ja pra ku jam. Hajdeni." Nga fjalët e tij, duket se Rogerti drejtohet dikujt që më parë kishte thënë se nuk mund të shkonte në Shkodër, duke kthyer videon në deklarat sfiduese. Video u përhap shumë shpejt në media dhe rrjetet sociale, duke nxjerrur diskutime dhe komente të shumta. Megjithatë, reagimet pozitive nuk munguan, pasi shumë përdoruesi kritikuan mënyrën e tij të komunikimit dhe sjellën pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Nga ana tjetër, ne do të rikujtojmë se Rogerti doli në vendin e 4 në finalen e madhe që u mbajt me 18 prill. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.